Sonte, unë jam jashtëzakonisht i gëzuar për këto blerje që i keni bërë si Ministri e Mbrojtjes, si Forcë e Sigurisë Kosovës, dhe e falenderoj nga zemra komandantin e ushtrisë sonë, Gjeneral Lejtnant Bashkim Jasharin dhe Ministrin e Mbrojtjes Eyüp Maqedonsin, që për një kohë rekord, më pak se 10 muaj, kanë arritur që blerjet të realizohen duke u sjellur këtu në Kosovë me çrast ato që duken si tavolina për këtë armatim modern në fakt janë orka municioni dhe do të vazhdojmë të investojmë edhe më tej si në ngritjen e përgatitjeve të ushtarëve oficerëve tonë, gjithashtu edhe në armatimin modern e municionin e shumt. Me që rast, Qeveria e Republikës Kosovës në këtë mënyrë e përmbush vizionin e saj, qëllimin tonë të përbashkët për një Kosovë paqësore, të sigurt, ku kushtetueshmëria dhe ligjshmëria, sovraniteti shtetëror dhe integriteti territorial nuk arrin të cënohet asnjëherë nga askush. Faleminderit shumë komandant, faleminderit shumë ministër, ju përgëzoj për punën që keni bërë, se kjo është ajo puna e heshtur që i ka rezultatet e mëdha, e për cilën ju dytë jeni shumë të mirë njohur, më shumë për mua se sa për publikun. E kemi obligim, faleminderit shumë kryeministër. Kryetare e Kuvendit Kosovës zonja Vjosa Osmani. Nderuari komandant i Forcave të Sigurisë Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama, nderuara familje Jashari, i dashur i Basarifat, nderuara kryetare e Kuvendit Kosovës zonja Vjosa Osmani, nderuari Presidenti i Republikës Kosovës zotri Hashim Thaçi, nderuari Ministër i Mbrojtjes zotri Anton Quni, nderuara kryetare e gjykatës kushtetuese zonja Rama Hajrizi, nderuara presidente Jahjaga, të nderuar ish kryeministra Haradinaj dhe Qeku, të nderuar ministra e deputet, të nderuar ushtar e kadet të FSK-s, veteran e invalid të UÇK-s. Është çdo herë kënaqësi të jesh në prani të Forcës së Sigurisë Kosovës, e sidomos në këto ditë të epopesë së ushtrisë qeveritare të Kosovës. Ushtria e Kosovës mund të ketë akronime të ndryshme, por ajo çdo herë për herë do të ketë komandantin e saj legjendar, kryekomandantin Adem Jashari, i cili trimron e frymëzon ushtarët e rinj. Sot, 22 vite më parë, madje edhe në të njëjtën ditë, 5 marsi 1998 ishte e enjte, 6 marsi e premte, kurse 7 marsi e shtun, po ndodhte kulmimi i një situate të re, të ngjizur me vite e dekada të tëra. Po ndodhte diçka e jashtëzakonshme, të cilën bota nuk e kishte parë. Po ndodhte që një familje e tërë, gra e burra, vajza e djem, të familjes Jashari, me vetdije e të patrembur, po luftonin me një shtet fashist e të cilin bota ende nuk po e dëftonte si të tillë. Ishte kjo familje, ishte kryekomandanti dhe strategu i ushtrisë qeveritare të Kosovës, Adem Jashari, e Hamz Jashari, e Basa Shaban, që një herë për gjithmonë, si askush tjetër, na treguan edhe neve, edhe botës, se kur është liria në pyetje, nuk ka as çmim e as forcë që mund të zbraps apo ndal nga qëllimi i tyre i gatuar me dashuri për atë dheun e për njëri tjetrin. Epopeja UÇK-s e ndryshoi politikën dhe historinë. Jasharajt e kishin vënë popullin mbi familjen dhe kështu e ndryshuan popullin, sepse e bashkuan atë dhe e ndryshuan secilën familje shqiptare sepse i vetëdijsuan ato. Gjithçka ndryshoi përgjithmonë. Në çdo përvjetor epopeje, ne do ta vëmë aktin e tyre në frazë,
sepse edhe me mira frazat të themi, akti i tyre mbetet i pathënshëm. Ne kemi sakrifikuar shumë që të kemi të drejtat dhe lirit tona, të kemi shtetin tonë, por sidomos të kemi ushtrin tonë, të fortë e madhështore, jo sepse ne kemi ambicie për të pushtuar, por për shkak se kemi të kaluar të hidhur. Ne duam një ushtri të fortë, profesionale, e cila mbron tërsinë tonë territoriale dhe garanton sigurinë tonë kombëtare. Duam antarësim në NATO, prandaj edhe do të rrisim investimet të cilat janë të domosdoshme që të bëhemi partner të denjë. Ne jemi vend i vogël e me popullsi të varfër, por jemi një popull liridashës e njerëz me zemër të madhe. Jemi popull që nuk nënshtrohemi. Ushtria është nevojë e kohës. Të thuash se po jetojmë në një kohë ku lufta është e paimagjinueshme, është thjeshtëzim, por edhe naivitet. Ne nuk do të bëjmë naivin përderisa kemi në kufi një shtet i cili jo vetëm që nuk njeh ekzistencën tonë, por punon çdo ditë që ta ndryshojë realitetin tonë dhe furnizohet me armatim e pajisje nga fuqi që janë kundër NATO-s. Aleanca jonë me NATO-n është e domosdoshme. Dhe antarësimi ynë edhe në NATO, edhe në Bashkimin Evropian, duhet përshpejtuar në mënyrë që edhe të forcojmë paqen në rajon, por edhe të parandalojmë ndikimin e fuqive të huaja. Ky është interes strategjik i dyanshëm. Ne mund të përballojmë polarizimet për politikat brendshme, por nuk mund të përballojmë dallimet në politikën e jashtme, sepse ajo cënon tërsinë tonë territoriale, interesat tonë strategjike dhe integritetin tonë institucional. Kur nuk pajtohemi dhe gabojmë, në politikën e brendshme humbin liderët dhe partitë. Por kur nuk pajtohemi për synimet e përbashkëta në politikën e jashtme, humb shteti. Shteti është mbi individin, është i të gjithëve sepse i asnjërit, është i asnjërit sepse i të gjithëve. Shteti dhe vetëm shteti është sovran, askush tjetër asnjëherë. Populli është burimi i sovranitetit, populli është burimi vetëm i sovranitetit dhe kuptimi i sovranitetit të shtetit. Të nderuar të pranishëm, është interesi ynë strategjik e jetik, aleanca e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo aleancë te i kalon interesat e ngushta e të përkohshme, pasi ne ndajmë aspiratat të përbashkëta të një shoqërie të lirë të hapur, të bazuar në të drejtat e njerëzit, në ekonominë e tregut dhe me barazinë mundësi. Këtë aleancë nuk mund ta cenojë e ta prish askush, sepse ajo është krijuar e kultivuar me gjenerata. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës e duan një Kosovë të fortë e të pavarur, një Kosovë që avancon demokracinë, që i kontribon paqes në rajon dhe mbron e avancon interesat e saj. Forca e sigurisë Kosovës mund të ngjajë ushtri e vogël, por ajo është një partnere e madhe dhe e denjë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, një ushtri e cila është e gatshme të mbrojë idealet e lirisë për të cilat edhe dhan jetën familja e Jasharit. Jasharajt na mësuan se asgjë nuk mund të arrijmë pa vetmohim dhe unitet. Borxhi ynë ndaj tyre shlyhet vetëm me shtetndërtim. Raporti jon me historinë nuk shterron, por as puna jon me shtetndërtimin nuk mbaron. Unë do të kërkoj të ketë unitet përkundër dallimeve që kemi, sepse ne të gjithë jemi në shërbim të vendit dhe jo të vetvetes. Princip e disiplinë, organizim e bashkim, krenari e përkushtim, mbrojtje dhe ruajtje. Kjo jeni ju dhe ne jemi ju. Lavdi Jasharajve e forca FSK.